për të përfaqësuar Shqipërinë, duhet të theksojmë faktin që së pari është shumë e qartë që kush drejton Shtetet Bashkuara të Amerikës, është zoti Trump, dhe ne ndihmë shumë mirë deklaratat e kryeministit Rama në fushatat e mëparshme ndaj presidentit aktual të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku e ka konsideruar dhe rrezik shumë global zgjedhjen e tij si president Shtetet Bashkuara të Amerikës. E kemi shumë qartë faktin që sot prioritet për këtë qeveri janë kartelet e drogës dhe lufta ndaj korrupsionit, por padyshim ky është një përfaqësim i Shqipërisë, i partneritetit ton strategjik, pavarësisht se zoti Rama u përpoq në mënyrë tinzare, antikushtetuese me ligjin për ratifikimin në parlament, ku vendosi emrin e tij, duke e personalizuar, gjë që absolutisht tregoj fare qartë edhe gjithë kompleksin e tij dhe gjithë dëshirën e tij për të pasur emrin e tij në këtë marrëveshje, ndërkohë që ajo është një partneritet midis Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe padyshim që do kemi dhe ne si shtet një përfaqësim në këtë bord. Mos harrojmë dhe shumë vende të tjera, nuk është vetëm Shqipëria në këtë bord, ftesa është bërë në shumë vende, për shumë vende të tjera, po vlen të theksohet ato çështje që ka sot zoti Raman me çështjen e Charles McGonigal. Mos harrojmë që korrupsioni i tij galopant arriti deri në korruptimin e ish zyrtarit të FBI-t, ku në dosjen për Kaca ai përmendet mbi 14 herë, dhe ku mbi disë komunikimeve të tyre shprehet se sa mundësi do të kishte reforma në drejtësi pikërisht për këtë marrëdhënie, dhe nga ana tjetër fakti që edhe pse ne si opozitë kemi kërkuar komision hetimor brenda parlamentit për këtë çështje, nuk ka hetim as nga organet e drejtësisë për këtë çështje.